Banorët e Gostivarit po përcjellin vitin e vjetër dhe sonte presin vitin e ri. Edhe ky qytet është gjallëruar dukshëm me ardhjen e mërgjimtarëve në vendlindje për festat e fundvitit. Kjo ka bërë që të rritet frekuentimi i qytetarëve në pjesët qendrore të Gostivarit. Qytetarët që takuam sot në këtë qytet shprehen se natën e vitit të ri do ta presin pranë familjes dhe me të afërmit e tyre. Ata shpresojnë se viti i ardhshëm dukshëm do të jetë më i mirë. Merak duket. Ku do të festoni vitin e ri? Në shtëpi. Çfarë dëshire keni për vitin 2026? Pashe dhe i dëshire me çdo të mire. Për dëshire. Po për qytetin e Gostivarit. Për qytetin e Gostivarit. Po të stabilizohet të gjendet një zgjedhje më herë. Gostivari na duket më herë. Njerëz pjot, Gurbeçika njerëz pjot, pritjet e vitit 26, shpresojmë politika pak ndryshohet, bëhet për qytetarët sa më mirë, pastërtia pas e pa, parkinget na pengojnë shumë, kina problem madh me parkinget, zina ku t'i lajmë veturat, që ta janë pritjet tona për... Po vitin e ri në shtëpi do e prisni? Vitin e ri nuk e kina vendas hala, po besojmë se shpej me familjen. Unë jam muslimane, nuk e festoj asnjëherë vitin e ri. Ne muslimat për musliman të sharam. Po ta në këta të mi përzitën e dhe një e feston dhe një në. Unë kë shpijet. Në shtëpi. Po. Faleminderit. Të s'ka as parking as gjë hiq. Ki është një fshat i madh. Nuk është qytet. S'ke, shive. Vedi. Nështë ka boja. As që u vinë nërmend marrin dhe një iniciativi. Shive vend si është. Gostivari është në hunerën më të keqe për atmosferë, për disponim, për sen, se me të vërtet në kam prunë pozitë keqe sistemi partijak. Po çfarë pritshmëri keni për vitin 2026? Unë shpresat janë shumë të vogla, se problemet janë shumë të mëdha edhe nuk zgjidhen brenda kohës shkurt. Se këtu pushtetis zvendon dorën këtë qytet, edhe kundërshtari këtij qyteti është. Autoritetet përgjithëse kanë apeluar deri tek qytetarët që të festojnë në mënyrë dinjitoze dhe të jenë më të kujdesshëm, sidomos me aktivizimin e fishek zjarreve dhe konsumimin e alkoolit. Apelojnë që të jenë më të kujdesshëm në komunikacion dhe të mos krijojnë kaos të panevojshëm.